Rozana Radi mbrëm ka rrëfyer linjën e jetës dhe me të tregoi dhe vështirësitë që kishte hasur gjatë rrugtimit të saj. Njëra ndër arsyet kryesore ishte një premtim që i dha bashkëshortit që të bëhen prindër sido që të jetë. Ajo e mori lajmin që do t'i ndryshoj jetën shumë shpejt, ku thuhej: "Sonte televizioni do të mundsoj ty të gjithë trajtimet, në mënyrë që me shpresë të madhe mbase që vitin tjetër, kur unë të jem duke prezantuar, të më vi një mesazh nga ty dhe të më thotë: Hey, ja dolëm." Ishte komunikimi i Ledion Liçës për Rozana Radin, e cila u dukej mjaft e prekur. Sigurisht, nga kjo është emocionuar dhe motra e këngëtares, teksa ka publikuar në llogarinë e saj në Instagram duke treguar dashurinë dhe kënaqërinë që ka për motrën e saj. Kujtojmë se betejë në finale ka nisur dhe njëra ndër to për nominim në finale është Rozana dhe Gerta. Ju si mendoni, kush do ta prek finalen e para, Rozana apo Gerta? Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.